Problemi i shkollës së fshatit Norov të Krushevës ka marrë sot vëmendjen edhe në kuvent. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Ilir Dauti gjatë seancës për pyetje të deputetëve kërkoi angazhimin e pushtetit qendror për zgjidhjen e problemit. Ajo duke ju drejtuar kryeministrit Hristijan Mickoski, tha se nxënësit shqiptar atje me vite të tëra po përballen me mungesë të kushteve elementare për ndjekjen e mësimit dhe janë lënë në harres. Kryeministri premtoi se personalisht do të shkojë të vizitoj prindërit e nxënësve atje dhe u zotua që ky problem të tejkalohet pa u politizuar, megjithatë tha se zgjidhja duhet të jetë në kuadër të ligjeve. Por ajo që është situatë faktike atje është si në vijim, përgjegjëse është komuna, por përgjegjës janë edhe ata, të cilët me donacionet vendosën që në një parcel të paregulluar ligjore dhe të paregulluar urbanistike, pavarësisht se ata kanë thënë se ky objekt do të jetë për kryerjen e veprimtarisë arsimore, ka ligje në shtet, deputeti Dauti, dhe duhet t'i respektojmë. Unë njoftoj që së bashku të shkojmë në Norov, të marrim me vete ligjin për planifikim urbanistik, ligjin për tokë ndërtimore, ligjin për ndërtim dhe kushtetutën, të gjejmë parcel dhe të bëjmë diçka për këta fëmijë. Ndërkaq deputetja Dauti ka replikuar kryeministrit duke thënë se fokusi duhet të jetë në shkaqe që detyruan prindërit që të ndërtojnë objekt shkollor me vetë iniciativë. Përmendet iniciativën e prindve, megjithatë konteksti si e përmendet padyshim që nuk më pëlqen, sepse nuk ka prind i cili zgjohet mëngjes dhe thotë ta ndërtoj unë në një shkollë kështu për pikën e qejfit. Sepse gjithë prindët që i kanë të siguruar kushtet normale dhe dinjitose për fëmijët e vet, ata janë të angazhuar për ndjekjen e fëmijëve në tjera aspekte, mirë po jo për ndërtuar objektin e shkollës. Kështu që asnjëherë nuk duhet të largohemi nga arsyeja që i ka detyruar ata prindër që të marrin iniciativën për të ndërtuar objekt, sepse kanë pasur objektin i cili theksova më herët është i vjetër 75 vjeçar dhe i ndërtuar me gur dhe me balë që besoj që nuk i ngjan as kohës as vendit. Kujdojmë se banorët e fshatit Norov në vitin 2024 me vetë iniciativë filluan ndërtimin e objektit shkollor në këtë fshat, pasi objekti i vjetër nuk plotësonte kushtet për mësim. Megjithatë, inspektorati ka ndaluar punimet sepse objekti nuk posedon leje ndërtimi. Kjo situatë ka bërë që nxënësit e këtij fshati të bojkotojnë mësimin në shenjë proteste.